Gjykata e posaçme ka shtyr vendimin për kryebashkiakun e Tropojës Rex Byberi për kalimin në gjykim ose jo të dosjes. Mbrojtja e tij ka argumentuar se hetimet janë të paplota dhe ka kërkuar që dosja të kthehet për hetim me shtesë, duke e theksuar se sipas materialeve të dorëzuara në gjykat, nuk ka prova për një vepër penale. Në seancën e ardhshme, gjykata do të vendosë nëse do ta kalojë dosjen për gjykim, do ta pushojë atë apo do ta kthejë për plotësim aktesh. Rex Byberi, i cili ndodhet në masën e arrestit në shtëpi, së bashku me zëvendësin e tij Abedin Kërnaja, akuzohen për shpërdorim detyre me dëm financiar që kalon 277 milion lek. Sipas SPAK, ata janë përgjegjës për dëmtimin e sipërfaqeve pyjore gjatë ndërtimit të dy rrugëve, duke mos u konsultuar me institucionet përkatëse. Përkatësisht, ata nuk kanë zbatuar procedurat ligjore të kërkuara, të cilat përfshin aplikimin në sistemin elektronik e-leje, verifikimin e dokumentacionit dhe konsultimin me institucionet mjedisore për të vlerësuar ndikimin e punimeve në mjedis. SPAK ka pretenduar se kjo praktik është përsëritur dhe ka rezultuar në shkelje të ligjit, duke shkaktuar një dëm të konsiderueshëm financiar. Akuzat janë ngritur ndaj zyrtarëve vendor për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim. Seanca për vendim pritet të zhvillohet më 15 prill në orën 11.